KM TV paraqet lajmin më të fundit për Bleona Matën. Ekzistojnë disa ngjarje që koha nuk mund t'i zbeh, por vetëm t'i rëndoj. Në malet e thella të Kukësit, në fshatin Zapod, data 22 maj 2010 mbeti e ngrirë në kalendar. Një pasdite e zakonshme ku 6 vajza u nisën drejt malit, por vetëm 5 u kthyen. Mes tyre ishte Bleona, një fëmijë 6 vjeçar, emri i secilës do të kthehej në një nga enigmat më të thella të Shqipërisë. Por sot nuk do të flasim për atë që u tha në lajme. Sot do të japim lajmin e mirë dhe të analizojmë atë që u hesht. Në çdo kërkim, personat e fundit që e shohin një njeri janë çelësi i të vërtetës. Në këtë rast, vëmendja bie mbi hallën e saj, motrën e babait, e cila ishte aty, vetëm pak hapa larg saj. Pse dëshmitë e saj ishin si ret që ndryshojnë formë. Njëherë thuhej se Bleona humbi mes pemëve, e njëherë se ajo u nis vet. Po babai, një figurë që në vend të kërkimit zgjodhi heshtjen dhe izolimin. Asnjë intervistë, asnjë thirrje publike e asnjë përpjekje për të gjetur vajzën e tij të vetme. Kjo heshtje nuk ishte e rastësishme. Ishte një mur i lartë, i ndërtuar për të mbuluar një rrugëtim që sapo kishte nisur. Ndërsa forcat e policisë krehnin çdo cep të malit të pikëllimes, e vërteta dyshohet se po udhëtonte në drejtim të kundërt. Larg vëmendjes së të gjithëve, një plan i mirë menduar e kishte zhvendosur fokusin drejt jugut të Shqipërisë. Stacioni i parë i këtij udhëtimi të fshehtë ishte qyteti i Vlorës. Pse pikërisht Vlora? Një qytet port, një urë lidhëse me pjesën tjetër të botës. Sipas të dhënave që kanë dalë në dritë, vetëm së fundmi, largimi i Bleonës nga Kuksi nuk ishte një humbje, por një transferim i organizuar në rrethin e ngushtë. Halla e saj, njeriu që ishte me atë deri në minutën e fundit, dyshohet se luajti rolin kryesor në këtë lëvizje. Vajza nuk ishte më në mal. Ajo ishte dërguar drejt brigjeve të jugut, ku dikush po e priste. Gjatë kësaj kohe, babai i saj qëndronte në hije, duke refuzuar çdo bashkëpunim me mediat. Një sjellje që për ekspertët e kriminalistikës është shenja e parë e diçkaje që kërkohet të mbahet e fshehur. A ishte Vlora vendi ku Bleona la për herë të fundit tokën shqiptare për të nisur një jetë tjetër? Kjo ishte një pikpyetëse e madhe. Nga brigjet e Vlorës, gjurmët e Vogelushës kaluan kufirin drejt shtetit fqenj, pra Greqisë. Këtu fillon faza më e vështirë e këtij udhëtimi. Tjetërsimi i identitetit. Një fëmijë 6 vjeç është si një letër e bardhë ku mund të shkruash çfarë të duash. E rrethuar nga njerëz që e kishin marrë në një marrëveshje të fshehtë, Bleona filloi të harronte edhe zërin e nënës së saj, Bukurijës, e cila në Shqipëri po bënte të pamunduren për ta gjetur. Në Greqi,
Bleona u rrit me një emër tjetër, me një histori tjetër dhe me një familje që i thoshte se e kaluara e saj nuk ekzistonte. Ishte një izolim psikologjik, i koordinuar me shumë kujdes nga ata që nisen këtë udhtim që nga Kuksi. Për baban dhe hallen, Bleona nuk ishte e zhdukur. Ajo ishte e sistemuar diku ku e vërteta nuk do të dilte asnjëherë. Por memoria e njeriut ka dhe dhomat e fshehura. Ajo, edhe pse fliste një gjuhë tjetër dhe jetonte një jetë të huaj, brenda saj kishte një zbrazëti që asgjë nuk mund ta mbushte. Një mall i pashpjegueshëm për një alfabet që nuk e lexonte dot, por që e ndjente në shpirtin e saj. Vitet kaluan dhe udhëtimi i fshehtë i Bleonës mori një drejtim të ri, këtë herë drejt Gjermanisë. Sot, ajo nuk është me vogelushja e trembur e maleve të veriut. Ajo është një grua e arsimuar, një intelektuale që ka ndërtuar jetën e saj me forcë dhe dinjitet. Por këtu ndodh kthesa që asnjë skenarist nuk do ta imagjinonte dot. Gati si një thirrje e vjetër, Bleona u dashurua pas gjuhës shqipe. Edhe pse u rrit larg asaj gjuhe, ajo vendosi ta studionte atë, ta zotëronte dhe ta kthente në misionin e jetës së saj. Sot, në Gjermani, ajo punon si mësuese e gjuhës shqipe. Ajo mban kurse private shqip-gjermanisht, duke u mësuar të tjerëve fjalët nën, atë dhe e vërtet, pa e ditur se vet ajo ishte pjesë e një historie që po priste të zbardhej që sa e sa vite. Dhe ja ku jemi sot, pas 16 vitesh, me plot mashtrime, pas dëshmive të rreme, të hallës dhe heshtjes së akullt të babait të saj, e vërteta u gjet pikërisht aty ku askush nuk e priste, në një klasë në Gjermani. Gjurmët e fshehura nga Vlora e në Greqi, e me pas në Europën veriore, u ndoqen me durim nga hetues të pavarur. Çdo ekspertizë konfirmonte atë që mbar Shqipëria priste. Mësuesja e shqipes në Gjermani është Bleona Mata. Ajo është gjetur, ajo është shëndosh e mirë dhe plot jetë. Dredhia e të tjerëve dështoi përballë fuqisë së identitetit. Bleona nuk e humbi kur alfabetin e saj të vërtet, dhe sot ajo është gati të shkruaj kapitullin më të bukur të jetës së saj, ribashkimin me nënën që nuk e harroi kurrë, e historia saj nuk është me një tragjedi, por një triumf i jashtëzakonshëm i shpresës mbi çdo mashtrim të mundur. Faleminderit.